Përshëndetje miq të nderuar të televizionit First Channel. Është ora 21, është koha kur ne fillojmë Valamala Show. Çdo natë mysafir të ndryshëm, sonte si mysafir kam zgjedhur një person i cili e ka punën më të vështirë në botë, njëkohësisht e ka edhe punën më të mirë në botë. Kur të ka punë me 500-600 punëtor, është bukur punë për një njeri, po me pas punë me 500-600 femna, secila më gatë se tjetra, secila më bukur se tjetra, dhe secila e prezanton bukurinë në formën e vet, ose nëpërmjet sfilatave, ose nëpërmjet promocioneve tjera, atëherë është kënaqësia vet me qenë aty, e lemo me qenë edhe shef. Sonte me ne është përfaqësuesi apo edhe themeluesi i Geciani Group, Ilir Gecaj. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Si po ndihesh sot që s'ka femna këtu në këtë emision? Shumë mirë. Shumë mirë, Ma qetë. Ma rahat. Gecian Fashion Group. Çka nën kupton kjo firmë? Unë jam Gec, Ilir Geci. Po. Edhe para 6 vite kur kemi themelu, do të thotë periudha jonë është nga një fshat afër Gjakovës, Janosh, do të thotë kemi marrë se Gecian, edhe Gecian Group, do të thotë. Në këtë rast Gecian Group është themeluar në kuadër të mbiemrit tonë të vendit tonë për periudhës tonë që kemi. E kuptova emrin, po pyetja është as kesh unë i qartë, çka nën kupton kjo Gecian Fashion Group? Okej, atëherë çfarë firmë është? Për momentin e them pak ndoshta pa modesti, por nën kupton agencion më të madh modës që është në gjitha trevat shqiptare, me një numër evenimentesh shumë të mëdha të realizuar deri tash në Kosovë, me një numër modelesh që dhuhet seket që nuk ka një numër të tillë në rajon të modelën e agencion. Këto nën kupton në via trasha. Spoku në këtë profesion, bashkim mos na rrej lart, mundet më zgjat kënaqësia, po jo shumë vite. Po nëse ka filluar karrierën, do të në moshën e lijuar që është për 14 vjet për një modele, mosha e lijuar për të qenë modele realisht është deri 25 vjet, 26, edhe pse Victoria's Secret ka modelet më të mira në botë, janë ndër 44-5 vjet, po femrat e na nuk shquhen për të qenë bajnë veten ndoshta mbas moshës 25-26 vjeçe, por besoj që nëse fillon me 14 vjet si modelin, mund të bëjnë një karrierë 10 vjeçare në Kosovë si modele. A mendon që 14 deri 25 vjet, tha mas 25 vjet se mojnë veten, më herët e mojnë veten? Po realisht ka pak probleme me dieta këtu në Kosovë, po mendoj që ato që se mbajnë veten normal që nuk janë pjesë më të agencionit. Është kusht, është kriter bazë që ato ta mbajnë veten dhe të jenë konditat që ne kërkojmë që të jenë modele standarde. Prap Ilir u kesh kuptuar. Unë kuptova pyetjen që mbajnë veten, domethënë që unë e di që derisa të martoheni marrin baba, mos të martoheni marrin burri. Nështë duhem me i definu disa shprehje. Çka ne kuptojmë me majt veten? Në këtë rast për me majt veten ishte me majt vjet e trupit, lininë e trupit, ndërsa për ato cilat i mon baba, normal që i mon baba ato cilat martohen, i mon burri ose majnë veten, ku ta dijon, po besoj që fermat shqiptarë kanë filluar që të jenë zojat e vetës dhe të kanë filluar që të kenë ta mojnë edhe veten në gjitha aspektet. Atëherë, arsyeja pse ju kum thirrën është që Gecian Fashion Group ka disa vite që bën organizim më të modës Kosovë, cili quhet Kosova Fashion Week. Këto ditë edhe është majt e fundit. Si e morët guximin njerë për mi bo një investim? Ka shtë marrë? Po, guximi është marrë para 4 viteve dhe kur kemi fillu me realizu javën e modës këtu në Kosovë. është e vërtet që duhet një guxim i madh përderisa kemi parasysh kushtet financiare që janë në Kosovë dhe ato kërkesa që janë për një realizim të një jave të modës për 5 net me radhë. Po falë bashkëpunëtorëve të shumë, fillimi ka qenë shumë i vështirë të flasim para 4 viteve, ndoshta kemi heq pak më shumë keq për të realizuar një javë modës. Kemi fillu me 3 ditë vitin e parë, pastaj kemi vazhdu me 5 ditë me radhë për 3 vite tjera, por prapë thëmë fillimi ka qenë i vështirë për falë punës që ne kemi bërë shumë serioze në këtë drejtim, edhe sponsorat kanë qenë, për krajë tyre ka qenë maksimale dhe ja kemi arritë që të kemi një nivel tillë të organizimit javës modës. Para një jave përfundoi java modës në Prishtinë, Sheshin 21 dhe për 5 net me radhë ne ju kriju mundësinë më të mirë kreatorëve tanë, butiqeve që kanë eksklusivitetet e tyre në vendin tonë, që t'i prezentojnë krijimet e tyre dhe ato krijimet shiten njëkohësisht për audiencën që janë sallet për ata që shikojnë televizionin 21 këtu në Prishtinë. Një gjë tjetër që është e veçantë javës modës është sepse për 4 vite me radhë tash edhe një herë kanë aplikuar shumë kreatorë, shumë dizajner, sepse ata kanë tashmë një adresë qartë ku i prezentojnë punimet e tyre dhe ato punime prapë po mbjen me përsëritat janë shitje. Po pse keni zgjedhur bashkë një formë tillë shitjes?
Po, duke shikuar se çdo gjë po shkon nga komercializmi, do thotë çdo gjë është bërë komerciale në këtë kohë. Një javë modës shit se e tillë është mbartë edhe në Gjermani, Deutschland Fashion Week që realizohet, kemi marrë pak a shumë si shembull ato dhe na kanë ndihmuar shumë që të ketë një ardhje shumë të madhe të kreatorëve sepse ata kanë mundësi shumë mirë që të bëjnë edhe biznes, kanë shit me mirë fustana, do të një javën e modës edhe kjo është një arsye sepse që ata që prej këtij viti mundohen të rezervojnë vendin për vitin e ardhshëm edhe ne na bën të sigurt në rrugën që kemi nis drejt avancimit të kreatorëve tanë, drejt zhvillimit të punës tyre. A ki shifra sakta sa është kriju shitje? Unë nuk jam marrë me atë punë, por ajo që mund të them është që kreatorët janë dashur shumë të kënaqur, edhe vazhdimisht janë ata të cilët na morën. Është mirë me ditë që ti më pas në të ardhmen si referencë kur bën organizime të tilla me punë. Ha dhe merr pjesë edhe ti se jo, realisht referencat i kanë, po them përderisa për 15 vende që lejohet jenë për 5 net javën e modës, aplikojnë mbi 100 kreatorë, do thotë referencat janë shumë të mira sa i përket kësaj edhe fakti që ata aplikojnë dihet që kanë qenë të kënaqur. Çdo herë asnjëri nuk ka ndodhur që një kreator, një dizajner të prezantohet në javën e modës dhe mos ta rezervoj vendin për vitin e ardhshëm. Tash ka qenë ajo pjesa jonë nëse na kemi pas mundësinë ta pranojmë atë apo kemi marrë dikë tjetër që na ka konvenuar më shumë stilit tine, por asnjëherë nuk ka qenë nuk kemi pas nevojë të bëjmë ne kërkesë një kreator. Gjithmonë janë ata që vinë te ne dhe ne bëjmë përzgjedhjen përmes konkurseve dhe seleksionimeve të veçanta që bëhen në Gjermani Fashion Group. Çka i bën praktik, apo më thonë, çka i bën të përshtatshëm për me qenë pjesë e Kosova Fashion Week, një firmë kur përmendet shifrën 15 me 100. Po, mbi 100 janë që aplikojnë, 15 për të në zgjedhjen, sepse maksimumi që lejohet brenda një natë në javën e modës është që të jenë 3 prezantues. Ato kriteret cilat kërkohen nga ne janë që të kenë 21 kreacione. Kur flasim për kreatorë, do të kenë 21 kreacione që janë krijimi origjinal të tyre, jo të kopjuara apo të imituara. Ku dini që janë origjinale? Unë nuk jam ekspert për atë punë, por ne në Gjermani Group kemi jury ekspertë që merret me këtë punë dhe bën seleksionimin e gjithë atyre që aplikojnë për qenë pjesë e javës së modës. Ndërsa për butiqet që kanë ekskluzivitetet të tyre në vendin tonë, do thotë këtë rast për shembull flasim për javën e modës, se sapo përfundoi ka qenë prezant kreacionet e Sherry Hill, që është një kreatore me famë botërore, por që ka ekskluzivitetin e tyre në vendin tonë. Për qenë pjesë e kësaj javës modës, ata si përfaqësues ne jemi futur në faqen zyrtare të Sherry Hill dhe kemi parë kush e ka përfaqësinë, sepse ka shumë që thonë kanë përfaqësi në filan kompanie ose një kompanie tjetër, por gjithmonë shkojmë në anën zyrtare, në faqen Sherry Hill, për shembull ka qenë Elegant Bride prej Shqipërisë që kanë ardhur, edhe kemi ditë që ata janë përfaqësues zyrtar të Sherry Hill dhe kemi marrë guxim që t'i marrim ata në javën e modës, ose flasim për Prada, një firmë botërore që është, e cila është prezantuar përmes White Sposes me vellët e tyre përmes White Sposes. Do të jenë kritere gjithmonë, kritere të bazë janë ato të cilat të jenë origjinal, të jenë direkt prej dorës së parë të punuara dhe qofshin të kreatorë vendor apo ekskluzivitetet të kreatorëve botëror që janë në vendin tonë. Gjermani Fashion Group pse nuk e organizon për shembull Miss Kosovën, kur dihet që me vitet tona është ka dështon ky si organizim, gjithmonë tu pas parasysh që nuk paraqiten kandidatët duhura. Tash me i pas të 600 kandidate, s'ka pas kur në duket pak numër i madh, duket pak numër ndoshta i madh, por unë kam qenë aq transparent sa para media, para gazetarëve kam bërë publik gjithë numrin dhe jo vetëm numrin, por gjithë aplikacionet, mu po mduket shumë sukses. Kur dihet që Miss Kosova shumë shpesh zgjidhet atë se bëhet konkursi hapun, po minxim lidhin 8 çika. Edhe një katër lok aty sa më duk shumë. Këtë pyetje më kanë bërë shumë herë dhe miq dhe bashkëpunëtorë dhe njerëz që kanë institucione të Kosovë, pse nuk organizon Gjermani Grupi Miss Kosovën. Them realisht imazhi i Missit në Kosovë në përgjithësi ka rënë, do thotë jo gjithmonë duhen pak vite që të shkojnë që ne ta ngritim imazhin pak të drejtë. Që edhe e fashion ka pas nuk të ka pëlqyer dhe ke marrë në dorë. Po nuk ka pas evente kaq të mëdha të fashion. Kur kemi startuar automatikisht me evente të mëdha, ndërsa në Kosovë ka organizime të Missit, janë 3-4 organizime të Missit. Është një pak më zyrtar që organizon Agnesa dhe mendoj që është okay për organizimin, por prapse them është problem sepse femra e bukur në Kosovë e ka humb besimin se nëse aplikon viti kalendari ki Agnesës i ka 900 ditë. Një herë 3 vjet e bën. Misi duhet më bësh çdo vjet. Po është vërtet, po ndoshta asaj mungon pak a shumë për krahja që do ta ketë nga sponsorët, nga ku ta diun, është pjesë e Agnesës, ndoshta mund ta pyesni ato, por do të mendojmë seriozisht që të merrem me organizimin e Miss Kosovës, sepse prapë them duhet paktën 2-3 vite që ta kthejmë besimin, pse ne si Gjermani Group kemi një emër shumë mirë sa i përket transparencës dhe besoj që ferma shqiptare në momentin që hap një konkurs të tillë për Miss, jam shumë i sigurt që jo 600 po edhe më shumë do të aplikojnë për pjesëmarrjen Miss Kosova. Por realisht duhet një përkrahje institucionale në këtë aspekt që nuk e kanë inspektorët e modës dhe bukurisë në Kosovë, ta themi publikisht, nuk e kanë një përkrahje nga Ministria e Kulturës, sepse e dim gjithë se evenimentet e tilla duhet mbështeten nga sponsorat, asnjëherë një eveniment i bukurisë nuk është mbështetur nga Ministria e Kulturës, dhe kur është mbështetur me përkrahje morale, ta themi kështu po.